Ka një keqkuptim të madh kur vjen puna te kombëtarja e futbollit. Dikush e quan si pront vetën. Ndonjë tjetër e mendon se është thjesht një klub futbolli. Në fakt është krejtësisht e kundërta. Kur luan kombëtarja, nuk luhet thjesht futboll. Luhet reputacioni i një kombi. Dhe reputacioni i Shqipërisë është rritur paralel me kombëtarën e futbollit në këto dekada. Për ata që kanë kujtesën e fortë, dinë për shembull bëjnë dallimin me kombëtarën shqiptare të vitit 67, kur Shqipërisë ju anullua një gol i pastër me Gjermaninë perëndimore në Qemal Stafa, apo me Shqipërinë e vitit 89, kur në Wembley ju anullua një super gol Sulejman Demollarit. Kjo sepse edhe Shqipëritë atyre viteve janë më të vogla dhe më ndryshe nga kjo e sotmja. Kjo u bure edhe në arbitrimin e ndeshjes në Varshavë, ku Anthony Taylor e trajtoi kombëtarën shqiptare me respektin që trajtohet një skuadër e madhe. Besoj ju kujtohet se si 12 vjet më parë na trajtoi arbitri anglez në ndeshjen famkeqe të Beogradit, kur quajti lënie fushë largimin e lojtarëve tanë, të cilët po linçoheshin fizikisht brenda dhe jashtë saj. Ndaj dhe humbja në Varshavë nuk ishte thjesht një ndeshje e humbur, as ishte vetëm një shans i humbur për botrorin, por ishte një humbje e pamerituar për Shqipërinë, e cila e meritonte atë podium prestigjioz si vend, si kombë dhe si ekip futbolli. Për të kuptuar më mirë këtë, duhet të shohësh se çfarë ndodhi paralelisht në Bratislavë në 1 janor. Përfaqësuesja e Kosovës, e cila deri në vitin 2014 luante vetëm ndeshje jo zyrtare futbolli dhe shumicën e tyre përban nesh, në diçka më shumë se një dekadë ka prekur historinë. Luajti në stadiumin e një vendi që nuk e njeh Kosovën, por që do ta mbajë mend atë për një periudhë shumë gjatë. Kjo sepse dardanët atë natë nuk luajtën vetëm për një ndeshje futbolli. Në veshët e tyre ende bënë një honë thirrjet e tifozëve rumun, kosovar-serbi, thirrje që i kanë përsëritur edhe tifozët çek, bile dhe ata slovak, sa e urxhon mundësia. Kështu që në Bratislavë nuk fituan dardanët, por fitoi Kosova. Pra u vu futbolli në shërbim të kauzës dhe jo ana sjellta. Ndërkohë në Varshavë ndodhi ndryshe, edhe klima ishte ndryshe. Pak tifozë shqiptarë u lejuan zyrtarisht. Lojtarë trajnerë që flisnin për skema 3-5-3, 4-4-2, një klim paksa hermetike për atë që duhet ishte dita më rëndësishme sportive kombëtare. Por çfarë nuk shkoi mirë në Varshavë, ose më konkretisht kush e pati fajin? Lojtarët, federata, trajneri apo edhe ne vetë që pritëm shumë prej tyre? Nuk dia ka faj apo jo, por diskutimi merr sens vetëm kur përmend një emër, Silvinho. Në fakt gjithçka nisi në Varshavë disa vite më parë, kur ish mesfushori i Manchester City dhe Barcelonës, nisi aventurën si bosi i pankinës së Shqipërisë. Atë natë ai realizoi një ndeshje të shkëlqyer taktike, por që e humbi në rezultat. Një profil që Silvinho nuk e ndryshoi. Shqipëria shkoi sërish në Europian dhe për herë të parë u kualifikua në play-off për botrorin. Braziliani deri më sot ka 15 fitore, 14 humbje dhe po aq barazime, një bilans asnjëherë më parë një trajnerit kuqezive. Por as shko mjaft. Silvinho sigurisht në fund të kësaj aventure me Shqipërinë e para si mister del më shumë trajner se sa ishte më parë, por kam frikë se ai nuk u bë kurrë një seleksionues i lojtarëve më të mirë dhe më në formë të Shqipërisë. Mjaft shikosh se si ai trajtoi për shembull Brojën gjatë gjithë këtyre viteve, apo Ernest Muçin, talentin e vetëm që ka dalë nga kampionati shqiptar në 10 vitet e fundit. Shqipëria mbeti për Silvinhon për fat keq një stol skuadre dhe jo një podium deri dhe privilegji. Ndoshta është etiketim cinik tani që përfundoi gjithçka për keq. Por a mos ka ardhur tashmë koha që jo vetëm Silvinho tik, po në ato stol të ulet më në fund, një mtonjës shqiptar. Për këtë do flasim sonte. Sigla.